Ish drejtoresha e Akshit, Melinda Kërçanaj, është paraqitur në SPAK për ndryshimin e masës saj të sigurisë. Zhabina i pari, çfarë po ndodh me hetimet e dosjes së Akshit? Kërçanaj doli vetë në një intervistë televizive dhe e la përgjegjësinë të tjerëve. Kryesisht Daniel Çimës e la përgjegjësinë në drejtorit. Po kjo vetë ishte drejtoresh. Po ka një problem. Ndërkohë kemi edhe një moment tjetër ku është thirrur një biznesmen, Gentian Likaj, ç'është ky që thirret, njëri i ri. Ti dhe Lala do të ndihmoni. Po, zonja Kërçanaj deklaroi që ka deleguar firmën e saj sa i takon prokurimeve që kryeshin në Aksh, por Daniel Çima ka qenë aty për një periudhë të caktuar kohë, ndërsa zonja Kërçanaj ka qenë drejtoreshe e Akshit rreth 12 vite, kështu që sa ka qenë Çima? Çima ndoshta nga 2018 deri në 2000 ka qenë për 5 vite ose 6 vite ndoshta në total. 22. Nuk di ta them fiks kohën që ai ka qenë në numri 2 i Akshit. Por zonja Kërçanaj sigurisht është në drejtën e saj për të mbrojtur veten në raport me këtë çështje. Ajo ka qenë pas ndryshimit masës sigurisë është paraqitur sepse ka detyrime për të paraqitur në prokurinë e posaçme. Ka qëndruar vetëm pak minuta, por sigurisht që ajo mund të rikthehet për shkak të zhvillimeve që ka në këtë dosje. Ndërsa interesant gjatë kësaj jave ka qenë paraqitja në prokuri e shtetasit Gentian Likaj, i cili është një ndër biznesmenët që ka përfituar po them më shumë nga tenderat e Akshit, të shtrirë këto në vite, mund të llogaritën rreth 45 milion euro të fituar nga tenderat e Akshit, dhe në dosjen e prokurisë së posaçme, ky shtetas ka dy episode të rëndësishme që kanë të bëjnë me dy procedura prokurimi. E para ka të bëjë me implementimin e desktopëve virtual pranë aviacionit civil. Dua të shtoj këtu zoti Rakipi që Gentian Likaj sipas prokurisë së posaçme. Jo, sekond, ky është njeri i thirrur tani, çfarë është ky? Gentian Likaj është një ndër përfituesit e tenderave të Akshit dhe është bashkëtuesi i motrës së Ermal Beqirajt, i cili sipas prokurisë së posaçme është një ndër personat kryesorë të funksionimit të grupit të Akshit. Kështu që ai është thirrur në dy momente del ai në vendimin për caktimin e masës sigurisë, që ka të bëjë me implementimin e desktopëve virtual, është një tender në vlerën e rreth 1.2 milion eurove që është fituar nga ky i fundit, dhe po them problemi në këtë rast sipas prokurisë së posaçme ka të bëjë me kushtet që janë krijuar kompanisë së këtij personi për ta fituar këtë tender, pasi te ky tender ka qenë kriter kryesor pajisja e punonjësve me certifikat të sigurie CSP, edhe pse projekti nuk kishte natyrën për ta klasifikuar këtë çështje, dhe dyshohet që në këtë formë është favorizuar kompania e këtij personi. Dhe dyshohet që një ndihmë të rëndësishme në këtë tender janë certifikata e sigurisë që lëshoi nga institucion tjetër siç është Aksiku, i cili lëshon këto certifikata, po them në bazë të dyshimeve që ka prokuria e posaçme, ja heq njëri biznes dhe pastaj ja vendos një biznesi tjetër, duke bërë të mundur kështu një kriter një herë kualifikues edhe një herë skualifikues. Por kjo çështje, po them, veprimet e Aksiku deri në këtë moment ne nuk i kemi të hetuara nga ana e prokurisë së posaçme. Ndërsa ky biznesmen ka përfituar dhe një tender tjetër që ka të bëjë me mirëmbajtjen e një sistemi pranë Agjencisë së Trajtimit të Pronave. Dhe në këtë tender janë paraqitur dy kompani, kompania Fastech dhe kompania Communication Progress që është e Gentian Likaj. Fastechu nuk ka dorëzuar asnjë dokumentacion në këtë procedurë, çka sipas prokurisë së posaçme është e gjitha fiktive dhe në marrëveshje mes këtyre bizneseve. Paka shumë kjo është skema ku është i përfshirë Gentian Likaj, e thash pak më parë që sipas SPAK-ut është edhe bashkëshorti apo bashkëtuesi i motrës Ermal Beqirajt, i cili është një person i shpallur në kërkim nga prokuria e posaçme. Mund ta marrim edhe të mirëqen këtë që zonja Kërçanaj ka deleguar firmën e saj, por ka një problem tjetër madhor që kam përshtypjen që nuk na e zgjidh as hetimi i prokurisë së posaçme deri tani. Të lutem shumë.
në mënyrë kategorike nuk e parashikon ligji delegimin e kompetencave për përdorimin e fondeve. Jam dakord. Është e Drejt premçi në këtë instancë. Do të thonë drejt. Po them e marrim të kërkoj ndjes. Po nuk lejohet. Ka një problem shumë të madh kjo çështje, duke qenë që po edhe timi i prokurisë së posaçme shoh që nuk ka shumë detaje te kjo çështje. Në fund fare kush i buxheton këto para? Se dakord këto të këvosur, çmendën. Kush i buxheton? Ai buxheton drejtoresha e përgjithshme e Akshit që është në varësi të kryeministrit. Në vijim do jemi vazhdimisht në proces. Do them dhe një gjysmëfjalie tek KPP-ja. Po, dhe diçka tek KPP-ja për të thënë që KPP-ja ka bërë edhe një tjetër shkelje, sepse Geron Meçe pas rrëmbimit të tij dhe pas lirimit nga Pengmarsit ka bërë diçka tjetër. Pasi është tërhequr nga ankimimet e tij, ka dërguar një email ditën e nesërme drejt KPP-s ku ka kërkuar që të mos merret në konsiderat ankimimi i tij ose rrëzimi i ankimimit, për shkak se i Albania e tij ishte hakeruar. As kjo nuk është marrë në konsiderat nga KPP-ja dhe këtu ka një tjetër shkelje të këtij institucioni i cili sipas Klodit është në netim. Ka dy momente tani që duhen parë. Del kryeministri e thot, ky njeriu thot është pa shtëpi thot. Del Spaku dhe i nxjerr një tuf me shtëpi me shtëpi plazh etj. Del kjo tani na thot ja kisha deleguar Shimës. Por ne kemi një përgjim aty, që është me video, që thot Ergys Agasi kësaj Karçanait, këtë tenderin 2 milion, mos u mërzit se thot këtë 2 milion euro e bëjmë 4. Sikur kishte parë xhepi. Pra, vërtet mund t'ja ketë deleguar këtij Shimës. Ky Shima kishte edhe gallat tjetër, ky shoqëroi edhe me Gardën e Republikës. Habitshin njerëzit për Tiranë, ora ky njeriu i Akshit pse shoqërohet nga Garda e Republikës. Në çuditëra në këtë shtet. Atëre, nga ky moment ne largohemi dhe kemi një avokati i popullit ka kërkuar mbylljen e 5 burgjeve. Çfarë do të thënë këtë se kuptoj mirë unë? Do mbyllen burgjet. Cila është mbylljen e 5 burgjeve për shkak të kusheve të degraduara dhe shkeljes së drejtave të njeriut. Dhe bet për të parë kjo, dhe kjo se është e vërtet, bravo i qoftë avokati i popullit. Janë degraduar realisht. Avokatin e kemi ka ndodhur që jemi përplasur, domethënë me kur ka qenë politikanë të gjitha, po qofse i kanë ngritur këto probleme, që një problem vërtet serioz. Për cilat burgje bëhet fjalë dhe cila është gjendja konkrete e avokatit të popullit. Kush i pari më flet mua, ti ke qenë ekspert dhe ti. Po s'ka problem. Atëre, po. Ideja është që me sa pash unë listën e burgjeve në burgjet e Kosovës së Veriut. Pra në Shqipërinë kemi 2 lloje. Cilat janë këto burgje njëherë? Janë Merendit dhe Mundi Regjia. Burreli, Kosova, Burreli, Kosova, Lushnja, Kuksi, Minepeza dhe 313. 313 ashtu. I madhi po aty. një repart, reparti A. Reparti A. Pra ideja është që këto janë burgjet ndërtuara në një periudhë para 100 vjetësh apo kohën e komunizmit. 100 vjet? Po, kohën e komunizmit, ku diun, afërsisht po shkohen në 24 300 vjetësh për i çik.